Aulon Kalaja interpreton Kris Lasivita për Edi Ramën. Po shpërima e bufit. Në qetësinë e muzgut, kur hijet shtohen, një kukama e but rrjedh dhe zymë dëgjohet, një këngë e heshtur, një tingull që të ndjek. Teksa terri tokën në gjumë me mbështjell, një trump me pend me sy vigjilent, në qellin me hën fluturon lehtë të qetë. Asnjë hall i kësaj bote, asnjë lutje njerëzore. Veç paqes së natyrës për të gjithë e hapur, pylli fle në qetësinë e thellë. Por te bufi fshihet një fat që rizgjuar, një shpirt rojtar, i urtë dhe i vjetër, një tregim që përshpëritet, trim dhe i ndjerë. Ai e sheh botën ndryshe nga të tjerët. Në një botë përshpërimash, aq e errët sanata dhe në këngën e tij një hir i lehtë, një dëshmitar i heshtur i kohës dhe i shtrirjes së gjatë. Prandaj, dëgjoje mirë thirrjen e bufit dhe lejo që urtësia e tij të na prek të gjithëve, sepse në këngën e tij një të vërtet gjejmë, një ngushëllim paqësor për shpirtin dhe mendjen tonë. Kjo që ka perl, Flavio. Aulon Kalaja, miq të dashur,